حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun e madhruar dhe bim salavat mbi pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbi shokët e tij besnikët e sinqert. Dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekon dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman. Mirë se erdhët në misionin 79 të radhës të pyetjeve dhe të përgjigjeve të juaja nëpërmjet Facebookut dhe krenarisë. Pa humbur kohë fare shkojmë te pyetja e parë duke mbështetur të madhët Allah dhe prej tij duke kërkuar ndihmë dhe lehtësim. Selam aleikum o gjendëruar. Jam 18 vjeçar nga Peja. Kërkoj përgjigjen nga ti në një pyetje. Si 16 vjeçar ja kam filluar me fal namaz, kam lexuar Kur'an dhe shumë libra tjera muslimane apo të islamit. Kam filluar me mësuar gjuhën arabe në të gjitha këtu, por kur erdh koha me shkon në fakultet, edhe për herë të parë largova prej familjes, devijova. La ilaha illallah. Devijova. Fillova me la namazin. Edhe pse sa herë jam rënë në sejdë, kam kajt si fëmijë. 100 herë kam thënë që prej nesër kam me u kthy në rrugë të Zotit, e me ec rrugës drejt. Po në mëngjes e kisha një mendim ndryshe. Prej stresit për një periudhë të shkurt kam përdor edhe substanca narkotike. Por jam pendu. Tash 7 muaj jam i pastërt elhamdulillah. Po më vjen një përgjigje qysh me largu shejtanin për jetës tem, e më kthy në rrugë të Allahut. Kërkuar ndihmë edhe tek psikologët dhe të tjerët, edhe s'më kanë ndihmuar asgjë. Krej ligjëratat tua dhe komentet e Kur'anit në Prishtinë. I ndjek ligjëratat tua edhe komentimet e Kur'anit në Prishtinë. Kërkoj që pyetja ime të jetë anonim për shkaqe familjare. Allahu të shpërbleft. Natyrisht ne, përsa përket çështjes anonim, këto emër nuk ka, as mbi emër nuk ka. Dhe raste se ti nuk je vetmi, mos ki dert. Raste se ti ka dhe tjera. Raste tilla, fatkeqësisht ka. Nga gjitha vendet e Kosovës. Për shumë shkaqe. Një ndër to është maspjekuria e duhur e jotja. Dhe ke lidhet me atë se nuk e ke marrë seriozisht punën e fesë. Ani pse ty duket që po. Shumë vllazni dhe motra, punën e fesë, çështjen e fesë, e marrën si diçka s'pa them shkeleshka, por nuk e marrën esenciale, nuk e marrën thelbësore. Thujnë dashma ndryshe. Fjala e Allahut, fjala la ilaha illallah, nuk depërton në krejt poret e trupit tënd, lëkurës tante, në qelizat e trupit. Nuk depërton në thellësinë e zemrës. Dhe ty duket se je musliman i mirë, edhe neve tjerë na duket se ti je musliman i mirë vërtet, por me një sprov më të vogël ti bjen.
vjen. Kjo është shkak i fortë. Shkak tjetër është edhe shoqëria. Ti nuk e ke cej këtu, por po kuptohet. Sa ke qenë në familje, ndë në lindjen tënde, e sigurisht me qëta shoke, me që ke jetu, i shoqëru, e ke ndje veten më të ngritur në islam. Me momentin që i largu nga familja, dhe tashmë në thojza nuk të shë familja, po të shë Zoti. Edhe Jusufin a.s. nuk e pa në familja vetë, nuk e pa Jakubi, e as të tjerët, kur i ofru mundësia me bë të namarët, të natë këqijat në Egjipt. Por mëse mësë nëse nuk e ka pa Jakub, e ka pa Allahu. Nëse e kam shef familjes, nuk e kam shef Zotit Jusufi. Dhe kjo element, apo kjo parim pa na iknive shumë. Dhe kjo është në vetë e vetë shaj imanit dëpt. Pra, i largu për familjes, e ke ndërku shoqërinë. E shoqëria ka ndikim shumë. Ty shoqëria të ka bo një gjatë të tillë, për shoqërisë e keti. Elhamdulillah, që deri diku ke arrit më ngrit për faktin se ke lanë drogën. Por në anën tjetër, ke qenë një gjendje shumë të rëndë. Sepse me la namazin, me përdor substanca narkotike. Kjo i bie me ranë shkallën më të ullët, dhe të s'po tregon se ka mundësi ke bo edhe mëkate tjera. E që një nuk po dojnë e më nej të regu, ma mirë më së të rega fare, më së të rega hiq. E që shpe ndihmu dhe me dalë për i kësaj state. Allahu të ndihman. Mos pret që vjen të kap dikush për dorë. Nëse pret se vjen të kap dikush për dorë dhe të nxjerr. Sikur se njeriu kur është duke mbytur në lëm, dhe kap për dorë dikën, e kap dikush për dorë dhe nxjerr, këto mos e pret. Nëse vetë nuk ja prin. Nëse vetë nuk mundohesh me dalë për kësaj state. Andaj, pëndohet e Zoti. Qysh mujtë më largu për e drogës, të regam? Qysh mujtë më largu për e drogës? Droga është shumë tërhece. Nuk është let me lanë. Po te le, o bo një fort. Qashtu bo një fort, fare namazin. Në ro shoqërin, në ro telefonin, në ro vendbanimin, nësi e në dhomën banese konvekt, me shok të cilët njëjtit ta majnë, të ngrehin nga shtremt nga keqja. Allahu të drejtoft o djali mirë. Allahu të drejtoft. Allahu të drejtoft. E to Zotët forcoft. Pasi që nga në për fund i krejt, në fund, pasi që nga në gjëratat e mija të komenteve të Koranit, të fësirit, ne më rëmët i mund një ditë, pas ligjëratës në fund, dhe bojmë lafën 4 syve që në ti, dhe konsultohëm e zveti, e ta kësyrim i ku jemi, sepse nuk është në regull kjo, dhe ti mirë që ke kuptu që nuk është në regull. E për mu, vetë fakte që ke kuptu që nuk është në regull, për mu është një hap shumë i mirë, edhe shumë përpara. Allahu të shëroft, e drejtoft, e të zoft, e ndin të forcoft, nga gjdo e ligë dhe gjdo e intrigë të mbrojt. Ja, Rabbel Alim. Shkojmë të pyetja radhës, Mirdita Hoxh, po kam një problem, e s'po di që shme vepru në këtë rast.
Një vajzë 15 vjeçare ka bë marrë. Unë pe i bi shkur kësaj pyetje, ka bë marrë. E tash çka më bë? Nëse është ai djalë në rrugë të Zotit, vartohu me te. Nëse nuk në rrugë të Zotit, ik. Edhe në të dy rastet, edhe të parën edhe të dytin, pendohu sinqerisht. E të se duket, je pendohu sinqerisht. Pendohu. Dhe mos e vetë madhe. Inshallah Allah ta mbulon në dynja e ta fal në ahiret, ja Rabbil Alamin. Shkojmë te pyetja radhës. Hoxhë nderuar, deshta me të bëni pyetje çish fal namazit duhas dhe sa rekate ka. Namazi duhas është namazi paraditës. Namaz i cili falet pas të ngritet dielli lart. Sepse prej kur lind dielli derisa të ngritet pak nalt, prej të farë sabahon, derisa të lind dielli, edhe ditë ngritet sa një shtiz apo dy, nuk bën më falet që bie një 15-20 minuta, mas të lind dielli. Pra sa kohë fillon, edhe deri kur hin koha e drekës, pak para se me hi koha e drekës, është namazi duhas, quhet namazi paraditës. Ku cëllën kohë dush e fal namazin. Është namaz sunnet, i fort, muakked, kanë thonë shumë ulema, si Malikit, Shafit edhe Hanbelit. Hanefit kanë thonë është mirë, është e preferuar, përse kanë ngritur këtë drejtë të lartë. Mund është me fal 2 rekate, 4, 6. Mund është me fal edhe 8 rekate. E për vlerën e namazit duhas ka hadithe mjaft pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej tyne ka thonë alaihi salatu wassalam, robi i Zotit, kur të zgjohet në mëngjes, ka obligim me dhënë sadaka për çdo nyje të trupit vet. Për çdo nyje të trupit të vet. E ka thonë alaihi salatu wassalam, pastaj me thonë alhamdulillah, është sadaka. Me thonë la ilaha illallah, është sadaka. Sadaka e jep sadakën për një të trupit tënë. Më urdhëru për të mirë është sadaka. Më ndalu nga e keqja është sadaka. Por nëse fal 2 rekate, namazet duhas të mjaftojnë për krejt këtë. Në një farë mënyre, edhe hakin i dole hakësh trupit tënë, që ke obligim ndaj Zotit tënë, të bareke o ta'ala. Sikur se për çdo një trupit, ki bërq me falenderu Allahun, me dhanë sadak. Në forma të ndryshme, me dhikr, me ibadet, me urdhërim për të mirë, apo urdhëres për të mirë, me ndales nga e keqja tjerë. Por nëse fal 2 rekate, krejt kja të mjaftan. Elhamdulillah, prej Allahut, azza wa jall. Pra është sevap i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi alaihi salatu wassalam e ka fal namazin e duhas. E ka fal. Dhe ka parasitur fal namazin e duhas. Dhe ka thonë se ai cili fal 2 rekate namazit të duhas nuk shënohet me në gafilin, për atyre cilët janë gafila ndaj përkuptimit të madh të Allah azza wa jall. Shpejtojmë pak, shkojmë pra është mirë me fal 2 rekate, por s'është obligim. E namazit duhas, mund është këtë mërë shabdes, i fal 2 rekate, 4, 6, me që në tjetë atë që janë të shpija, ata që kanë kohë studentë, të ambisë, tjere. Shumë të pyetja radhës. Jam 21 vjeçar, banoj dhe punoj në Zvicër. Kam një pyetje. Ndeshta me vetë për namazin si më i me falë, sepse sipas kushteve në Zvicër, punojmë prej orës 7 në mëngjes deri në orën 17 në mbrëmje. Sabahin e falin në banesë, si dhe gjatë vikendit pas kohë namazin falin në rregull. Me kohë deshta me vetë, a muj kohë tjerat namazin e falin në mbrëmje,
pas punë një këshillën se ka mundësi. Allahu i madhruar ka thënë: Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namazi për muslimanët, për besimtarët, është i definuar, i caktuar në kohë të caktuar, nuk lun. Për atë arsye të gjithë ulemaja kanë thënë se është farz. Muslimani fal namazin në kohën e vet. Në kohën e vet ka për qëllim prej fillimit deri në fund. Tazami drejka hinora 1 deri në 5. Është kohë e vet. Cëllën kohë të dush falë namazin e drejkës. I qenë një tazami hin 5 deri në ora 8, cëllën kohë dush falë e kështu me radhë. E di se disa vllazni kanë problem në diasporë në Evropë për shkak të namazeve, di. Dhe kanë parasysh hallet dhe dertën e tyre. Po do të mundu. Do të mundu. E Allah i madhruar ka thënë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ai cili tutet Zotit, Allahu ka më qelu dhatina. Ka më qelu. Nuk lën Zoti pa udhë. Nuk lën Zoti pa rrugdalje. Mundohë me gjithë kohë në falë veç farzët. Nëse nuk ke mundësi, mundohë me gjithë kohë. Nëse s'ke mundësi me falë në kame, me ruku me sejdë, falë ullur. Ose në qatë formë që i. Dhe pastaj i bën bashkë, i bën kaza një herë, kur shkan të shtëpia. Pastaj akşam edhe atësin, si këtë cikë këtu për aty në zemë të shtëpia. Dhe shumë e në zemë edhe qenin të shtëpia. Allah i të forcoft të vllaja. Allah i të forcoft në dinë. Jam një besimtar musliman 47 vjeçar. Kam një amanet me pyet hoxhën, a kem bo gabim se nana më kalon me gojë që mos me varros afër babait për shkak që s'kan shku mirë në jetën e tyre. Unë s'kam pas mundësi me largu se vorët e kena familje, aje gjë më shkaktan shumë dhimbje këta dijun, mas kam bëndu një gabim pres përgjigje. Allahu e falë nanën tane, apo e pas të falë edhe babën tanë. Kjo është një pyetje dhëmshme, sepse pse se ka kalu nëna jote mirë me babën tanë? Pse? A nuk e ka ditë nëna jote që gjeneti saj është i lidhur shumë me respektin ndaj burrit? Se do që t'jetë, ata kanë shku të dëtë të ke mbet, inshallah Zoti ka mëshiru, e i ka falë. Por dhe të mbledh me në vlla. Ma mire me lëshu grunë, se sa me që jetë zezë me te. Ma mirë më nda me të mirë, se sa me tu me të keqe me të merë me vujtje. Se përket testamenti, kjo është testament, që e të kalon e manet. Mës me marros afër babës, ti është dasht me ngu, por është dasht me ngu me që manetin vend, kur ka mundësi ku me që në vend, ku ka mundësi me varros dikun tjetër. Ndërsa nëse nuk ka mundësi me varros askont, vetëm atë afër babës, familjes, nuk e që ka i bën. Nuk e që ka i bën. Andaj inshallah nuk e ke gjëna. Hoxhë nderuar, unë jam i fejuar. Pra janë takuar familja ime me meqt e fejuar, sime. Ka qenë prezent veç burrat në një restorant. Ja kemi bu për një tjetërit, për ando nuk kemi caktuar meher. A është valide kurora e hynë desha të di, apo që ka duhet të bëj. E kam halal të fejuarën, Selamu alaikum, Zotë i shpërbleft.
Po, inshallah halal e keni vetëm se mehrin ka qenë dash me caktum. Mehrin me caktum. Edhe kaq. A nëse nuk e ke caktu mehrin, edhe e vetmu me vajz, mehrin më nuk mënesh me caktu. Sepse mehri duhet caktohet para se me vetmu me vajz. Para, gjatë apo pas kurorës. Kur bëhet për hajrë. Por më rëndësi është me caktu, mos me nxanë vetmia. O vetëm unë 2-3 me zveti, nuk kanë të drejtë me caktu mehrin. Kam dëgjuar hoxhë nderuar prej të mëshuarve se nuk është mirë që të mbyllet një bunar që kemi përdor për ujë të pishëm. Ja let meselet. Ja, s'ka dert. Ja, se të sen këtë dynja përfundan. Edhe bunari përfundan. Përfundan i hup ujt, vjetrohet. Edhe me qelë një tri nuk ka dert, s'ka gjëna. Ja, se trit tjetër të kanë thonë kontekst tjetër. Ka thonë atë kontekst që mëse mbyll bunari kur ka mundësi me përfitu kalimtari rastet, me përfitu këshit e njerëzit, mëse mbyllet mbetet hajrat përfitojnë muslimanët. Dërsa ko nuk përfiton për ti kërkush, se mos me mbyll. Thot, hoxhë nderuar në disa herë kam vjedh në për shkollat e mia, në për shokët e mi, në për shok. Disa herë kam vjedh në për shokët e mi. E tash të jam pëndu shumë, dhe nuk po e di si t'ja kthej parat që ja ka. A ka në mënyrë të ala në krevet të tyra, po për tjetër, pa tjetër duhet me marrë halallak. Wallahi, se di, më kanë mujtë mja lanë që është në për krevet, në për shtrat në gjepa, e dikon që pëthu t'ja kanë ma mirë. Ma mirë kom fjallë ma lehtë për ty. Lehav që ashtu. Inshallah ta bëjnë halal. A lejohet në përdorë star kartelen, nëse me ndonë star kartelen, këtu që mirë në për banka, edhe blenë madhë me tonë të kokomat, lene të atë sene që ata thënë s'ka komat, në të kokomat, këqyre mirë del komatët të rajnë ata, është do sen që kokomata është haram. Ndëruar e hoxhë, e kam një pyetje, nëse prindrit e nemin shumë, atë nëzojnë që ato nem, për shembull kur na fa kam pas dalë, kur Zoti, kur ditë mos pafsh, të vraft Zoti tjere, e vraft Zoti ata që nem, ata e vraft Zoti, ja Rabbi. Që ata që nem, që ata e vraft Zoti. Që ata që nem, që ata e vraft Zoti. Që ata e vraft Zoti. Për që është ne muslimani? La ilaha illallah. Që është ne muslimani? Që për ne me vlatë të vetë? Që ne me fëmijët e vetë? Wallahi, ne, apo të nemërit e prindit është shumë i rrezikshëm, është i rëndë, por në një inshallah Zoti s'ua bën kabull. Dhe në ndë, nëse e kam për punë feje, po kam për qëllim, ti e muslimën i mirë, ata të najme pëse e muslimën i mirë. Ti mu të dele blut, ata të najme pëse për dele qëllu, së për dele desh. Ti falesh, ata të najme pëse për falesh. Në kësa raste, nuk pranohet najma, inshallah ta'ala. Allahu në rujtë, prej prinderve të këqij, sa është prindi keq, që janë femijun e vetë. A ka mësim në të reguë si mirët gusli po? Më rëndësi është me pastru krejt trupin. Më rëndësi është me pastru krejt trupin. Në lëmë, në liqe, në deti, në banjo, në pusa, në përfusha, ku dhe qëftë. Më rëndësi është me pastru trupi krejt. Krejt asë një kime flokit, apo sa gjilpana, ma e gjilpanës, mësë me të metë pa o lagë në trup. E nëse dënë që edhe plus me shtinë hunë në ngoj, këtu në farzet e goslet, krejt trupin me lagë, dhe në dy farzet tjera me shtinë hunë edhe në ngoj. 3 farzet ka. A nëse dënë sënet që është me marrë të i gosëll, është me pastruhe një herë vendet e në dyta, e pastaj me marrë abdest. Qysh mirë të abdesti, për pas që kam nuk i lanë, ta në qëtë në kryje ujtë, dhe fërkan anë e djathë, e qëtë kryjë, fërkan anë në majtë, e lanë kamën e djathë shputen, e qëtë jashtë, e më lanë të majtë në të nxjerë, edhe fshihesh,
edhe veshësh, i edhe me abdest, i edhe i pastër. Kjo është sunnet. Kjo është sunnet, por nuk është farz. Farz është me lag trupin krejt. Ku që janis nuk ka tërtë. Mirë, morëm edhe i pyetje. Selam aleikum të nderuar. Tatazhet a kanë hadith në Koran që është haram? Po, Allah në xhenet qoftë. Tysh nuk kanë. Kanë edhe hadith, kanë edhe ajet. Edhe ajet koranor. Kanë edhe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është arsye tu thot, abdesi nuk e pengon se është në lëkur, o nuk e sheh se është haram. E kush je ti që nuk e sheh që është haram? Mas pari, ti kush je? Sa sheh lartë. Sa vesh do të me pengu abdesin për me kanë haram? A vesh do të me kanë në ditë për me kanë haram? Wala amrannahum fala yughayyiruna khalq Allah. Ka thonë Iblisi mallkuar. Surën Amon duket është ajeti, edhe do të urdhëroj ata njerëzit do të ndryshojnë formën e vetë. Dhe ulemaja kanë rënë i di, se pëmkate më të mëdha është të ndryshojnë njëri formën e vetë. Po dhe në hadith pejgamberit, alayhi salatu wassalam ka ngjajshëm me te. Ai që ndryshon formën e vetë, ai ka kundërshtu kaderin e Allahut, njërën anën tjetër, tash është argumente logjike, në anën tjetër, ai nuk është i kënaqur me bukurinë dhe pamjen që ka dhënë Zoti. Nuk po pajton me ata që ka falë Zoti, po don më mirë. Ti e mërmend që më mirë diçka. Po. Më mirë se sa ka falë Zoti. Nuk pajton me ata që ka falë Zoti. Kjo është kufër. Problemi që po. Unë nuk po them që ai që bën tatuazh bën kufër, por bën haram të madh. Haram të madh. Edhe ma keq është që nuk i hjeket, sepse nesër pas nesër pëndohet, e s'po në hjek. S'po në hjek. Tatuazhi është haram, nuk ka pikë dyshimi. Rona zot. E thon dikush se është tatuazhi halal. Kaq kësaj radhe, pika të shkurtura dhe deri misionar shumë, i lumë në emanet Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa